Kjo sipas kryetarit të UDS farmacistëve të Kosovës, Astrid Haxhiaha, do t'i obligoj shumicën e kompanive farmaceutike të tërhiqen nga tregu i Kosovës. E kjo do t'i detyroj konsumatorët që të kërkojnë barna jashtë vendit. Çmimet edhe janë ulur, mirëpo edhe janë ngritur. Mirëpo, asnjëherë nuk janë ulur në mënyrë drastike ashtu siç i ka prezantuar Ministri i Shëndetësisë. Dhe pjesa tjetër është që çmimet nuk janë në përputhje me shtetet referente ashtu siç është e përcaktuar në procedurën standarde të operimit apo PSO. PSO-ja është derivat i ligjit për produktet medicinale. Derisa shoqata e distributorëve të barnave kanë paditur Ministrinë e Shëndetësisë. Përfaqësuesi juridik Kujtim Kërveshi tha se ministria me këtë vendim ka shkelur udhëzimin administrativ, duke nxjerrur një vendim të ri. Derisa shtoi se nga viti i kaluar ministria 3 herë ndryshoi vendimin, mirëpo sipas tij ky fundi do t'i terrorizoj distributorët deri tek shitësit e fundit që janë banaturët. Dhe në fond ka përfunduar në një formulë, nëse më me thonë, të përcaktimit të vlerës së çmimeve të barnave sipas CIP-it, që është në kundërshtim me ligjin në fuqi, me vetë ligjin për të cilin po bëhet gjithë kjo përpjekje, për shkak se tek përcaktimi i çmimit të CIP-it bëhet fjalë vetëm për ato kompani dhe llojet barnave të cilat nuk kanë autorizim marketing. Natyrisht ministria nuk ka bërë klasifikim kush e ka, kush se ka të autorizim edhe i kanë futur në një kategori që të gjithë. Çka ndodh? Me kalimin e kohës, ministria ka nxjerrë një listë dhe një vendim. Ajo listë dhe vendim është goditur në disa procedura gjyqësore. Në ndërkohë ministria vendos që të ndryshojë sërish vendimin. E nxjerr një vendim tjetër në datën 23 dhjetor të vitit kaluar, do të para një muri diçka. Shumë që di pasaj natën e vitit 3 me datën 31 dhjetor e nxjerrë edhe një herë dhe një vendim. E siç duket, edhe ministri Arben Vitia, kur mori vendimin, ishte në dieni se do të ketë tronditje në treg. Mirëpo pavarësisht kësaj, ai tha se ata të cilët nuk e respektojnë këtë vendim, nga një shkurti do të ketë sanksione. Përkundër sfidave që mund t'i kenë në fillim, ftoj të gjitha subjektet që të zbatojnë ligjin, sepse është ligj në fuqi, sepse është një ligj për qytetarët, sepse është një ligj i drejtë. Kurse natyrisht ata që nuk e zbatojnë do të merren masat adekuate. Vendimin për unifikimin e barnave, Ministria e Shëndetësisë e kishte marrë edhe në dhjetor të vitit 2022. Mirëpo ligji nuk ishte zbatuar asnjëherë. Nuk po bëjshin, i kom provuar po s'po bëjshin. Na tregon mysafiri sa po bëjke as po bëjke. A po bëjka ky ligj as po bëjka? Nuk po bëjshin, i kom provuar po s'po bëjshin. Ligji është në rregull, mirë po vendimi nuk është në rregull. Cili vendim saktësisht? Zëvendës kryetari i ODS farmacistëve Astrid Haxhiaha, më falni. Faleminderit për ftesën. Fillimisht do ishte mirë të kemi edhe përfaqësues nga Ministria e Shëndetësisë këtu pranë. Kanë ata një shprehje, kemi na një shprehje që them çele gurgoja. Qeveria e Kosovës është çele gurgoja, duke përfshirë këtu edhe ministrin Vitia dhe gjithë të tjerët. Po skuinzojmë rrugës na herë që të nxezën. Atëherë fillimisht është shumë e rëndësishme të kemi informacionet e sakta dhe të argumentuara lidhje me për opinionin publik në këtë rast, lidhje me këtë problematikën e çmimeve të barnave. Atëherë në korrik të vitit 2023 nga Kuvendi i Republikës Kosovës është miratuar ligji për çmimin e barnave, pra një hap shumë i rëndësishëm për rregullimin e sektorit farmaceutik, të njëjtën kohë edhe i mirëpritur prej komunitetit farmaceutik. Megjithatë, më pas, me datën diku 23, nëse nuk gaboj 23 dhjetor të vitit 2024, Ministri i Shëndetësisë nxjerr një vendim i cili është në kundërshtim me ligjin të cilin është miratuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Megjithatë, ky ligj, ky vendim në këtë rast ka krijuar qatë shumë paqartësi, qatë shumë shqetësime në komunitetin, jo vetëm në komunitetin farmaceutik, por në komplet sektorin e farmacisë, duke filluar prej pacientëve e më radhë. Po, pjesa më e prekur këtë
janë pacientët që nuk e dinë se çka po ndodh. Dhe më thonë, farmacistët e kuptojnë problematikën, ministri e kupton problematikën, se cili mund të cilësohet se i kanë interesat e vetë, punojnë, janë pjesë të kësaj dege. Çka po ndodh realisht dhe si ta kuptoj pacienti që kjo që po proklamon qeveria që është në rregull, që po proklamon ministri se janë ulur çmimet, ku është problemi? Pse nuk ka barna dhe pse ai do të merr cilësi më të keqe? Unë po flas vetëm për vendimin të cilin e ka bërë Ministria e Shëndetësisë, i cili ka bërë një tronditje të rëndë në sektorin apo në tregun farmaceutik, duke filluar prej ilaçeve apo prej barnave bazë, barnave esenciale, ku është bërë ky alarmim deri më tani. Dhe në vazhdimsi pritet të kemi edhe shumë produkte tjera të munges, pra rreth 1700 produkte të tjera, të cilët pacienti do të obligohet që këto produkte t'i kërkoj jashtë shtetit, edhe që kanë kostot minimale të mundshme, mirë po për me bërë një zgjidhje, do të obligohet të shkojnë në Shkup apo dhe në Tirana apo dhe në Kukës. Ku është problemi, Astrid? Pra, nëse po themi që një produkt, i cili Ministria, si që po thëtë, një produkt po vjen me çmim shumë të ullët, ku e kam problemin farmacit, depot e farmaceutikëve, që më thonë, nuk po dojnë me i shqitë qashtu, ose nuk po dojnë me u pajtu me një vendim të qeverisë? Ky format, e gjithë kjo, na si komunitet farmaceutik që 20 vite po kërkojmë rregullimin e çmimeve, pra e kemi mirë prit këtë, ne jemi pro edhe me nxi po presim, po jo në këtë lloj formati, pra që i bjen diku me datën 23 që e ka marrë vendimin, një muaj e gjysmë para zgjedhjeve, dhe në anën tjetër vendimit zbatohet 8 ditë para zgjedhjeve. Dhe na ka lënë një hapësirë shumë të vogël që farmacistët dhe barnatorët ta bëjnë shkarkimin e stokut, sepse në paragrafin 6 të vendimit të Ministrisë së Shëndetësisë, nëse ka mundësi edhe dikush nga store, domethënë teknika, ta lëshoj vendimin dhe të shihet që në paragrafin 6 citohet qarkullusit me pakic, pra në këtë rast nuk janë qarkullusit me pakic, po janë institucionet shëndetësore, barnatoret obligohet që në të gjithë stokun e vetë ta vendosin çmimet në banderol. Pra, e para, nuk është kompetente barnatoria mi vendos pjesën e çmimeve, po është Agjencioni për Produktet dhe Pajisjet Medicinale dhe vendosjen e tyre importusit apo depot farmaceutike. Megjithatë, me ato që kemi pasur biseda me distributorët e barnave në Kosovë, të cilët thënë të drejtën përveç avokatit që ka folur, nuk kanë dashur të dalin të flasin për media, problemi të ta qëndron pikërisht te kalkulimi i çmimit, sepse nuk merret për bazë çmimi referent që thuhet në ligj, por merret për bazë çmimi në letrën e blerjes. Unë nuk jam kompetent të flas për shoqatën e distributorëve, sepse pajtona me atë mendimin e tyre, sepse nuk ka kaluar në për këtë lloj formati, sepse janë dy filtrat, është filtri i shteteve referente, pra duke filluar prej Shqipëri, Maqedoni, Malzi dhe Kroaci, dhe nëse ndonjëherë nga këto produktet nuk ekzistojnë, nuk ekzistojnë në shtetet referente, atëherë i bjen që ta lypni vendin e origjinës. Dhe filteri i dytë është çmimi i importit, pra çmimi CIP. Dhe me sa e kom lexuar procedurën standarde të operimit, pra që është derivat i ligjit për unifikimin e çmimeve, aty thot filteri i parë duhet të jetë shtetet referente dhe më pastaj ky CIP-i. Në këtë rast këtu është shfrytzuar filteri i dytë para filterit të parë. Dhe pikërisht është bërë, jo nuk është bërë vetëm ulje të çmimeve, por ka edhe ngritje të çmimeve. Jo siç është prezantuar në videon 3D të cilën e ka dhënë Ministri i Shëndetësisë personalisht, duke menduar se ai mund të përfitojë në fushat vetë elektorale, po let mbetet në ndërgjegjen e tij, sido që tjetë i ka kategorizuar në këtë rast farmacistët si keqpërdorues të çmimeve, që realisht nuk është ashtu, sepse këto ulje të çmimeve mendoj që edhe ju si media i keni verifikuar, që nuk qëndron ashtu, pra nuk është lidh fishi i uljes, po është bërë një unifikim, por jo unifikim për të zbatuar ky vendim, sepse në këtë rast çysh është momentalisht kompanitë farmaceutike në mënyrë direkte do të tërhiqen nga tregu, se nuk ka interes ta mban një çmim të unifikuar në Maqedoni, në Malzi apo edhe në Shqipëri, një çmim i cili është çmim normal, dhe në Kosovë për shkak të këtyre që thash më herët,
ta uli çmimin apo edhe ta ngrisësh të njëjtën gjë, pra nuk është ne po kërkojmë unifikim. Problemi i depove ka qenë ulja e çmimit për shkak se ata ashtu siç na kanë shpjeguar neve, ka qenë fakti që nuk llogaritet fare transporti, nuk llogaritet fare punëtori, domethënë i bie që punojnë nën çmimin ose ta shesin nën vlerën e çmimit, për çka ka pasur dhe një mendim të ATK-s për hir të korrekcisë. Ne kemi kërkuar edhe një interpretim ligjor prej administratës tatimore të Kosovës, në të cilin brenda këtij vendimi citohet sakt. Pra, asnjë lloj produkti nuk mund të shitet poshtë çmimit të kostos furnizimit. Pra, nuk mundesh një produkt ta marrësh 5 euro dhe ta shesish 3 euro. Pikërisht për këtë ne kemi kërkuar edhe me një pyetësor kemi kërkuar përgjigje prej diku parafërsisht 500 farmacistave, në të cilën na u kanë përgjigjur që 97% të përgjigjeve të cilit i kemi pranuar që na duhet periudhë kohore 3 deri në 6 muaj për ta shkarkuar stokun. Pra kjo ka qenë vendimi obligon që edhe këtë stok që e kanë ta shesin me çmimet e reja, në fakt me rregullat e reja. Prej një shkurti përsëri Peceki 8 ditë para zgjedhjeve. Ta sqarojmë edhe një çështje. ATK-ja ka qenë shumë e qartë, sepse thotë, nëse një produkt shitet në vlerën e tregut, kjo i bie të ketë të dyshime, sepse asnjë biznes të jemi të qartë. Domethënë, në gjuhën popullore i bie kështu, që nëse një produkt shitet në vlerën e tregut, që është dumping, i bie të jetë dumping, i bie që mund të ketë edhe shpërlarje të parash. Pikërisht kjo është arsyeja që ATK-ja nuk lejon që të shiten barnat nën çmimin që janë blerë. Kjo ka qenë vetëm rekomandime dhe interpretim, pra një përgjigje nëse e keni një përgjigje zyrtare. Pastaj përveç kësaj kemi pranuar. Mund të ta lexojmë përgjigjen për hir të publikut që të jenë më të qartë. Përgjigja e plotë e ATK-s thotë, regjistrimi i maldrave duhet të mbahet me çmimin e kostos, ndërsa çmimi i furnizimit duhet të jetë vlera e hapur e tregut, por jo më pak se çmimi i kostos. Pra, jo më pak se çmimi i kostos me të cilën blihet ai ilaç. Për kufizimi i vlerës së hapur të tregut është bërë me nenin 3 paragrafi 1.12 të ligjit për tatimin me në të ardhurat e korporatave, citojmë. 1.12 vlerë e hapur e tregut nënkupton shumën e plotë që duhet ta paguajë konsumatori në shkallën e njëjtë të tregut, në të cilën ndodh furnizimi i mallrave ose shërbimeve, në kushtet e konkurrencës së barabartë për furnizuesin Në çdo lloj aspekti, vendimi i Ministrisë së Shëndetësisë, ky vendimi është në kundërshtim me ligjet e aplikueshme në Republikën e Kosovës. Edhe është në kundërshtim me çdo pikë që flitet në këtë vendim. Për të gjitha këto që kemi diskutuar, ne si OFK, pra si të farmacistëve të Kosovës, kemi deponuar dhe kemi kërkuar nga gjykata komerciale, kemi kërkuar një masë sigurie në të cilën deri më tani nuk kemi marrë ndonjë përgjigje, edhe pse periudhat e afateve kohore kanë kaluar, mirë po kam një bindje ose kemi një bindje dhe një shpresë që do të marrim një përgjigje meritore dhe tulemi bashkë në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë mund ta bëjmë më të mirën e mundshme. Nuk e di pse nuk ka asnjë koordinim, veç ta përfundoj. Se nuk kemi koordinim kur kreu i odës së farmaceutikëve është pjesë e lëvizjes së vendosjes. A nuk flasin në vjetë ata? As po si është puna? Gjithë kërkesat në të cilët i ka bërë kryetari i odës së farmacistë mbi 15 emaila kërkesa për të atakuar Ministrin e Shëndetësisë, asnjëherë nuk kemi marrë asnjë lloj përgjigje. Nuk e dim pse dhe pse nuk po koordinohet po flasim me aktorët kryesor, pra aktorët kryesor të zbatueshmërisë të këtij vendimi për si komunitet farmaceutik që jemi, që është... A jeni takuar me Ministrin Arben Vitia? Asnjëherë. Nuk jemi takuar dhe nuk kemi pasur mundësi. Po flasim. Ministri i Shëndetësisë nuk po takohet me odën e farmaceutikëve, farmacistëve, më falni, për të bërë një vendim që kap farmaceutikën. Jo vetëm vendimin. Që rregullon gjithë çka brenda tyre. Ne nuk kemi problem me Ministrinë e Shëndetësisë. Ne kemi me Ministrin e Shëndetësisë. Nuk e di pse. Pra kry për kry, me Ministrin. Jo, ama dhe jo vetëm oda farmacistë. Zotri Vitia që zotri Vitia zë vendin. Me të gjitha odat e profesionistëve shëndetësor. Jo vetëm posaçërisht me odën e farmacistëve. Mirë po nuk ne jemi të gatshëm. Bashkëpunojmë sepse mund ta bëjmë më të mirën e mundshme ligjin për unifikimin e çmimeve të barnave. Mund bëhet sepse këtë po kërkojmë tash e 20 vjet. Vetëm Kosova edhe Bielorusia nuk e ka të rregulluar çmimin e barnave. Ne po kërkojmë dhe vjen dikush për një muaj ditë ta bën një vendim i cili është i pazbatueshëm pikërisht për këtë. Pra është se po të ishte i mirë një ligj i cili mund zbatohet edhe po t'i ndihmonim
me knatësi më të madhe dhe për shkak mos të koordinimit do ishin të gatshëm. Mirë, po jo ky lloj formati, sepse ky formati nuk është vetëm tek ligji për unifikimin e çmimeve të barnave. Ne kemi problem me udhëzimin administrativ për receta. Ne kemi problem për recetat të përshkruara në emrat jo me emrat tregtar ose me emër komercial, po të shkruhen me substancë ose me molekule aktive. E kuptueshme. Kemi problem dytë, kemi me shkollim specialistik, pra kemi udhëzimin administrativ për shkollim specialistik, direkt. E ka ministri në tavolinë, mirë po nuk po reflekton. Kemi edhe një problem tjetër. Ky çështje të cilat më duhet që punimi zgjedh pa ministrin. Jo, ne kërkojmë bashkëpunim edhe me të gjithë. Ne kemi problem, po du me të cekë udhëzimin administrativ për çështjen e barnatoreve, pra barnatoreve kujdestare, që ka qenë një pjesë. Është në tavolinë, në deklaratat publike, në Kuvendin e Republikës Kosovës, ministri qartë thotë që e kam në tavolinë se shpejti do të realizohet. Është në zyrën ligjore, mirë po prit mos po bëhet një lëvizje, nuk ka asgjë konkrete deri më tani. Shpresoj që të rregullohet një herë për gjithmonë dhe jemi të gatshëm të. Cilat janë dy çështje që mundën me i kryer? Para se ta bëj çështën, dua të them diçka. Inshallah si u bjen me usmunatën me shkon në spital, sepse nxit e ullirit keni me hek me gjithë barnatorët qenë. Çatar keni me kuptu se çka do të thonë me qenë kujdestar. Pyetjet të cilat mundi mi rregulluju vet. Kur do të ndalohet shitja e barnave pa recetë? Cilat mundi mi bë vet barnatorët? Shteti e obligon ato. Nuk besoj që ka barnat që shiten në barnatore pa recetë. Mos u zoto. Po edhe nëse ka, ndodh për shkak të prezencës së ndonjë profesionisti tjetër shëndetësor ose mungesës së farmacistit në barnatore. Kemi një dy epizode të përgatitura të Kiksit. Që ta përfundoj. Po edhe nëse ndodh një gjë e tillë, atëherë e kemi inspektoriatin farmaceutik, i cili vepron në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, edhe merr masa të ndëshkuese ndaj veprimtarisë apo edhe ndaj farmacistë. Edhe një çështje tjetër, ndoshta kjo lidhet edhe me Ministrinë e Shëndetësisë, megjithëse nuk jam profesionistë, dua të masqarosh. Ka të bëjë me barnat të cilat blihen nga jashtë, por në përshkrimin e tyre nuk ka në gjuhën shqipe. Ka shumë produkte medicinale që shiten në Kosovë, por që përshkrimin se çfarë substance kanë, se si duhet përdorur dhe gjithçka e kanë ose në gjuhën angleze ose në gjuhën ku janë prodhuar. Nuk ka disa. Jo, të gjithë këto janë emra tregtar kur përshkruhen, janë të pakuptueshme. Pikërisht për këtë ne kemi kërkuar çdo herë. Po e lëm emrin tregtar, përmbajtjen, përdorimi, dozimi, pikërisht për këtë duhet përshkruhet në emër të molekules aktive së substancës aktive. Veç në përjashtim kur ka dy e më shumë substanca, atëherë i lejohet edhe një profesionist i shëndetësor, në këtë rast mjeku që ta përshkruajë. Kam përshtypjen që më keq kuptu. Ajo që po thomon është kur ne e blejmë ta zëm një shirup për koll. Brenda atij shirupi duhet me shkru efektet dhe kundërefektet. Përmbajtja. Çka ka? Atë po them tjetër në gjuhën shqipe. Mirë, nuk brenda një bari duhet të ketë një fletullzim. Bari konsiderohet, po mirë, tash ke qartë. Brenda një bari, nëse bari është i regjistruar në Agjencionin për Produkte dhe Pajisje Medicinale, atëherë brenda atij bari duhet të ketë një fletullzim edhe në gjuhën shqipe, edhe në gjuhën angleze. Nëse është supliment apo shtesat ushqimore, atëherë këta duhet ta kenë në përmbajtje në pjesën e prapme apo diku ku shihet, duhet ta kenë një deklarat që është vendi i origjinës, kush është distributor për këtë, edhe formatin çysh është edhe përdorimi. Mos harrojmë një gjë se është një gjë që si informacion shtesë këto. Në përkrejt këtë proces nuk po kalojnë të gjitha barnat. Këtu kemi një 30% të barnave që janë suplimentet, të cilët nuk kalojnë për këtë proces të unifikimit të çmimeve. Mos të harrojmë. Kjo është një e keqe që Ministria e Shëndetësisë së bashku me akterët të tjerë, me ODën, me agjencionet e barnave, në shtetet më të zhvilluara të Bashkimit Evropian, fillimisht është marrur me fushata vetëdijsuese, me aktivitetet për t'i treguar, për t'i njoftuar pacientët që të kenë njohuri, se ata për momentin nuk kanë njohuri të mjaftueshme me dallu cilë është suplimenti dhe cilë është bari. Që i bie, momentin që Ministria e Shëndetësisë nuk ka pas asnjë aktivitet, ku dush ki shku në shtetet e zhvilluara, para unifikimit ka pas fushata vetëdijsuese. Dhe çka kanë bë barnatorët, farmacistët, odat e profesionistëve shëndetësor, kanë vendosur posterat në për barnatore për t'i dalluar cili është suplimenti dhe cili është bari. Sepse unë jam tepër i sigurt çaq do të krijoj paqartësi momentin që do të shkoj një pacient me një raport specialistik nga një mjeku i përshkruar, po supozojmë një supliment melatonin, dhe momentin që do ta ketë të përshkruar,
pacienti duke ditur që e merr është i prirur, fillimisht me e marr produktin edhe me kqyr ku është çmimi. Në mënyrë automatike krijohet një paqartësi së bashku me farmacistin dhe direkt ftohet inspektoriati farmaceutik për ta qartësuar këtë lloj. Pra e gjithë kjo është krijuar vetëm për shkak të këtij vendimi të gutshëm i cili është bërë. Zotria Gjoha, ju po thoni se krye në vete, disi, Ministri Vitia e ka marrë këtë vendim dhe ka bërë për çështje politike. Ashtu siç po thoni për pjesën e fushatës elektorale. Unë mendoj që e ka bërë për fush, do me thonë ka menduar që mund përfitoj. Në rregull, do të përfitoj vota. Mirë po, apo i konvenon dikujt krejt kjo amulli, krejt kjo, më thonë, ne po i shohim do barnatore që po shprazën raftet, po e shohim një popull i cili po alarmohet se po thonë institucionet, oda, po thojnë jo, po dojmë na rrit neve çmime se Ministri Vitia po dojmë na zoglu çmime, apo përfiton dikush prej kësaj? Askush nuk përfiton përveç se është bërë një tollovi, është bërë një mjegull, e cila përsëri nuk kemi bërë asgjë. Dhe tani e tutje, nuk çdo lloj vendimi që të bëhet, nëse nuk konsultohen së bashku tulimi të gjithë, nuk mund gjendë zbatueshmëri, që kjo është problemi më i madh. Hajde tulimi krejt dhe unë jam tepër i sigurt që momentin që ulimi të gjithë, farmacistët me nxi presin, ta shfaqin pjesën profesionale që i bie. Kur të shkon në barnatore, ti nuk ke nevojë ta kërkosh sa kushton ky produkt, po ti do ta kërkosh pjesën profesionale. Çysh është mekanizmi i veprimit i një bari, cilat janë efektet anësore të një bari, mënyrën e dozimit dhe gjithë këto i pyesish kur e din që çdo barnatore ka çmimin e njëjtë. Megjithatë, të tjerët kanë thënë që fiton kontrabanda, për shkak se barna do të vinë. Diskutohet, po këto tash pritet diku parafërsisht sipas të dhënave zyrtare, të cilat personalisht i kam nxjerr nga Agjencioni për Produktet dhe Pajisjet Medicinale, nga 4221 produkte të cilat janë të licencuara, se çdo lloj produkti licencohet në Agjencionin e Barnave dhe ka validitetin 5 vjeçar. Nga 4221 pritet diku parafërsisht 1700 janë mungesa. Produkte. Dhe tani kemi alarmimin që në muajin e parë për disa. Dhe do të kemi shumë e më shumë të tjerë. Pikërisht për këtë, edhe CEO-t e farmacistëve kemi kërkuar që të pezullohet vendimi ose të shfuqizohet dhe tulimi ta bëjmë një vendim i cili është në përputhje me ligjin për unifikimin. Gjatë bisedës që e patëm para se të futishim në emision, e thatë edhe një gjë shumë interesante, se kompanitë e mëdha farmaceutike si ato nga Kroacia, nga vendet e zhvilluara do të tërhiqen me një vendim të tillë dhe neve do të na mbeten shtetet të tjera duke marrë barna jo cilësore. Është vërtet. Se do të ndodhë kjo? Si do të ndodhë? Po e thamë edhe më herët që janë 2 filtra, nëse nuk kalon nëpër filtrat e shteteve referente, atëherë nuk mund dalish ti më lirë se sa shtetet të tjera, sepse në mënyrë direkte do të ketë kontraband. Dhe nuk ka dëshirë një kompani që vepron në Shqipëri apo edhe në Maqedoni, e njëjta kompani ti ketë çmime të unifikuara në 2 shtetet apo 3 shtete të tjera dhe në Kosovë të jetë më i lirë, sepse në mënyrë direkte tërhiqet prej tregut, thotë tipu më i prish edhe këto shtete të tjera. Edhe vin prej Shqipërisë e Maqedonisë i blen Kosovë. E pastaj fillon me lulëzu tregu ilegal. I vjen që tërhiqet për shkak se nuk ka interes, për shkak se vepron me humbje. Përveç që vepron me humbje në mënyrë direkte inkuadrohet edhe dogana e Kosovës. Hajde bre tulimi ta kryjmë një herë për gjithmonë. Nga studio televizive po i kërkoj ministrit, oda e farmacistëve po i kërkon ministrit një takim. Me komunitetin farmaceutik, jo një takim. Punojmë të gjithë së bashku dhe ta rregullojmë një herë për gjithmonë unifikimin e çmimeve të barnave. Kaq. Jemi në fund sepse kemi edhe një intervistë tjetër. Faleminderit shumë zotria Gjoha. Ndërkohë do të shohim se çka ka gjetur Kiksi në terren, se si ka mungesë të ilaçeve, jo vetëm barnatore, por edhe në qendrën klinike universitare të Kosovës. Faleminderit. Faleminderit, ta ndjekim.